Mbrëma të nderuar, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do t'u ndiqni. Kryeministri Rama zhvillon mbledhjen e qeverisë pas ndryshimeve të shpallura në grupin parlamentar, mungojnë Balluku, Spiropali dhe Pirovengu. Shtetet e Bashkuara i dhurojnë ushtrisë shqiptare raketat e sistemeve antitank Javelin, forcohen kapacitetet mbrojtëse të forcave toksore. Caktohen në shorë 3 gjyqtarët që do të shqyrtojnë dosjen e Erion Veliajt. Kryebashkiaku i Tiranës akuzohet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Prokuroria e posaçme kërkon dënimin me mbi 34 vite burg për 23 punonjës të Universitetit Bujqësor. Ata akuzohen për manipulim të tenderave. Vjen të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Pasi njoftoi një ditë më parë ndryshimet në kabinet, Edi Rama zhvilloi këtë të premte mbledhjen e qeverisë. Pjesë e saj nuk ishin ministrat e shkarkuar Pirovengu dhe Elisa Spiropali. Të rinj do të ulen në karriget e ministrave pasi të jenë betuar përpara kreut të shtetit. Një ditë pas shkarkimeve dhe emërimeve të reja në qeveri, kryeministri Edi Rama mblodhi anëtarët e kabinetit të tij për vetëm 30 minuta, ndërsa pjesë e saj nuk ishin 2 ministrat e shkarkuar, edhe pse janë në detyrë deri në betimin e pasardhësve përpara presidentit të Republikës. Munguan ministri e jashtme Elisa Spiropali dhe ministri i mbrojtjes Pirovengu, 2 emrat që me emërimet e reja nuk do të jenë më pjesë e kabinetit Rama 4. Tashmë ndryshimet të bëra në qeveri, kryeministri Edi Rama do të duhet t'i dërgojë presidentit Begaj, i cili sipas kushtetutës ka një afat prej 7 ditësh për të dekretuar lirime dhe emërimet e reja. Pas dekretit nga kreu i shtetit, ministrat e rinj do të votohen në parlament dhe me dritën jeshile të 140 deputetëve, i mbetet betimi në presidencë, ku më pas marrin zyrtarisht detyrën. Ditën e njëjtë gjatë mbledhjes së grupit parlamentar, kreu i qeverisë bëri 7 ndryshime në kabinet. Zëvendës kryeministri e re do të jetë Albana Koçiu, ndërsa vendin e saj si ministër i brendshëm e zë Besfort Lamallari. Postin e Lamallarit si ministër i drejtësisë do të marrë Toni Gogu, ndërsa vendin e tij si ministër për marrëdhëniet me parlamentin e zë Eriona Ismaili. Sa i përket Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë, në krye të saj do të jetë Enea Karakaçi, ndërsa Ministria e Mbrojtjes i është besuar Ermal Nufit. Ky vendim i Ramës lë jashtë Pirovengun, ndërsa gjithashtu ikën dhe Elisa Spiropali. Pasi krye diplomati i ri, do të jetë Ferit Hoxha. Pas shkarkimit nga detyra si ministre e jashtme, nuk ka munguar reagimi Elisa Spiropalit. Me anë të një postimi në Facebook, ajo shprehet se ka përfunduar një detyrë, por jo një rrugëtim. Duke cilësuar si privilegj detyrën si ministre e jashtme, Spiropali shkruan se të qenurit kryediplomate nuk ishte thjesht një funksion, por vazhdimi një narrative historike që e sheh Shqipërinë si pjesë të pandashme të perëndimit. Ajo shprehu mirënjohjen ndaj Partisë Socialiste dhe kryeministrit Rama dhe theksoi se politika nuk është zoturim apo pronësi, por kujdestari e përkohshme. Postimi Spiropali e mbylli me një mesazh duke thënë se pozicionet janë kalimtare, ndërsa gjurma është zgjedhje e vetëdijshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dhuruan ushtrisë shqiptare raketat antitank Javelin, të cilat forcojnë kapacitetet mbrojtëse. E ngarkuara me punë e SBA-s në Tiranë, Nancy Van Horn deklaron se kjo është një pagesë paraprake për paqen përmes forcës. Raketat e sistemit Javelin, pjesë e teknologjisë të sistemeve antitank të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, janë pajisjet më të fundit që janë dorëzuar forcave toksore në Zallher. Në këtë ceremoni, ministri në largim i mbrojtjes Pirovengu vlerësoi partneritetin me Shtetet e Bashkuara. Ku ne rrisim besueshmërinë duke shkurajuar rreziqet me kapacitete reale. Sigurisht Shqipëria nuk armatoset dhe nuk forcon kapacitetet e saj për të kërcënuar askënd, por armatoset në mënyrë që askush mos ta vërë në provë, sigurisht brenda suazës së një sigurie kolektive brenda aleancës. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara, Nancy Van Horn theksoi rëndësinë e rritjes së angazhimit për sigurinë.
Pleasure to be here, Minister Wenger. Rritja e angazhimit tuaj për sigurinë është një pagesë paraprake për paqen përmes forcës. Kjo paradhënie kërkon jo vetëm rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes, por edhe një fokus të qëndrueshëm në gatishmërinë luftarake dhe modernizimin ushtarak. Javelin është një sistem raketor kundër tank i gjeneratës së fundit i prodhuar nga Shtetet e Bashkuara. Sistemi është shumë efektiv kundër mjeteve të blinduara dhe përdoret gjerësisht nga ushtritë e NATO-s si edhe në operacione reale luftarake. Shorti i hedhur në gjykat përcaktoi 3 gjyqtarët që do të kenë në duar dosjen e Erion Veliajt. Kryebashkiaku i Tiranës akuzohet për korrupsion në 13 raste, për shpërdorim detyre, fshehje të pasurisë dhe pastrim parash. Nën akuzë është edhe bashkëshortja e tij, Ajola Xoxa. Shortohet dosja Veliaj. Togat e zeza që do të gjykojnë kryebashkiakun kryesohen nga Angjëllushe Tahiri dhe antarët Rudina Palloj dhe Alma Kodraliu. Një vit pas arrestimit, Veliaj do të nisë betejën në gjykatën e posaçme nën akuzat për korrupsion pasiv në 13 episode të ndryshme, pastrim parash, shpërdorim detyre, mos deklarim të ardhurash në bashkëpunim. Prokuroria e akuzon Veliajin se shfrytëzoi postin për të krijuar përfitime financiare gruas së tij përmes një skeme korruptive. Bashkëshortja Ajola Xoxa kishte krijuar disa organizata jo fitimprurse duke futur në lojë persona të tretë për të përfituar fonde nga bashkia e drejtuar nga burri i saj. Rezultati sipas SPAK është se përfituesi fundor i këtyre të ardhurave ishte vetë Ajola Xoxa dhe kryebashkiaku Veliaj. Organizatat njëherësh fitonin fonde dhe garantonin pastrim parash, ndërsa disa kompani që kishin marrë leje ndërtimi i jepnin në rishfet kryetarit të bashkisë. Tani më Veliaj do të ketë 2 beteja, atë në gjykatën e posaçme, një tjetër në kushtetuese për masën e sigurisë arrest në Burg. Në 3 nëntore, njëjta gjykat i dha të drejtë Veliajt pasi goditi vendimin e shkarkimit të tij duke lënë në detyrë atë si kryetar bashkie. 5 persona, 4 prej të cilëve shqiptar janë ndaluar në Spanjë si rezultati një operacioni të zhvilluar nga autoritetet vendase në bashkëpunim me policinë shqiptare. Operacioni i quajtur Ferdinand bëri të mundur goditjen e një grupi kriminal të akuzuar për vjedhje me armëzjarri të parave dhe sendeve me vlerë në banesa dhe vila në Spanjë. Gjatë operacionit u sekuestruan mbi 10.000 euro, 4 ora dore të markave të shtrenjta dhe një automjet. Bashkëpunimi mes palëve ka zgjatur rreth 2 vite dhe po vijon për kapjen e 2 antarëve të tjerë të grupit të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Prokuroria e posaçme kërkon dënimin me burg të gjithë personelit të Universitetit Bujqësor që akuzohet për abuzime me tenderat, por për pjesën më të madhe të tyre SPAK thotë se dënimi mund të konvertohet në shërbim prove. 34 vite e 6 muaj burg kërkoi prokuroria e posaçme për të pandehurit e dosjes bujqësore. Janë 23 në punës të vënë në akuzë për manipulim të tenderave publik të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Sipas SPAK, ata dolën zbuluar pasi u vunën përgjim, teksa bashkëpunonin duke paracaktuar fituesin e tenderave që do t'i ndërtonte universitetit laborator. Zëvendës rektoren Romina Koto, prokuroria kërkon të dënojë me 1 vit burg, por në alternativ t'i konvertohet në shërbim prove për një periudhë 150 orë. Për Ilir Kapaj, zëvendës rektorin tjetër, SPAK kërkon që të dënohet me 1 vit e 6 muaj burg, por në përfundim të vendoset në shërbim prove për 24 muaj. Administratori Edmond Tërthoria për prokurorin Dritan Prençi duhet të dënohet me 3 vjet burg. Ndërkaq për 20 të tjerët, SPAK kërkon shpalljen fajtore dhe dënimin me nga 1 vit deri në 3 vjet heqje lirie. Por në përfundim dënimi i tyre të konvertohet gjithashtu në punë ndaj komunitetit. Kanë qenë 9 procedura prokurimit të zhvilluara në vitin 2022 me një vlerë të prokurimit 90 milion lek. Sipas organit të akuzës, të pandehurit bashkëpunuan për të paracaktuar operatorin ekonomik për pajisje dhe mallra. E po ashtu prokuroria thotë se ka zbuluar shkelje edhe në fryrjen e faturave. Pas hekurave, shkurtin e kaluar përfunduan 5 zyrtar dhe pronari i shoqërisë Krijon SHPK që merrte tendera, Piro Zoga. Ky i fundit zotron kompani që importojnë pajisje laboratorike. Por këta të 6 do të gjykohen me procedurë të zakonshme të ndarë nga pjesa tjetër.
Në Rjoll vijojnë përplasjet e banorëve të zonës me policinë kundër ndërtimit të një resorti turistik në zonë. Gjatë përplasjeve, 2 prej banorëve janë lënduar dhe kanë humbur ndjenjat, ndërsa janë dërguar me urgjencë në spitalin e Shkodrës. Prej gati 1 muaj, banorët e Baks Rjollit kanë kundërshtuar investimin në tokat për të cilat ata pretendojnë se kanë letrat që vërtetojnë pronësinë e tyre. Ata vazhdimisht kanë tentuar të bllokojnë punimet e kompanisë dhe kanë bërë edhe protesta para institucioneve të drejtësisë. Një tjetër problem që vjen si pasojë e dëmtimit të rrugës së Juglindjes është shtyrja e seancave gjyqësore në apel. Të burgosurit nuk mund të lëvizin për shkaqe sigurie, e po ashtu avokatët humbin shumë kohë duke kaluar në rrugët alternative. Bllokimi i rrugës Prenjes-Librash ka sjellë shtyrjen e mas të seancave gjyqësore për qytetarët korçar, të cilët duhet të paraqiten në kryeqytet apo dhe për avokatët, të cilët duhet të shkojnë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor të Korçës. Avokati Kristi Koçibelli tregon se rruga alternativ nuk plotson kushtet e sigurisë për të transportuar të burgosurit, ndërsa seancat gjyqësore po shtyhen. Jemi informuar që gjithë kjo problematike e dëmtimit apo shkatërimit të rrugës ka pasjell edhe problematika për sa i përket ecurisë apo zbatimit të seancave gjyqësore. Në shumicën e rasteve, për të gjithë ata prokurorë gjyqtar, palë apo edhe të arrestuar apo të pandehur, të cilët vinë nga qytetet e tjera apo nga zonat e tjera, seancat janë shtyrë dhe ende gjykata nuk ka një qëndrim se si do vijojë me këtë problematikë. Për avokatën Entela Dvorani, mbyllja rrugës shkakton dëme tek qytetarët, duke sjellë vonesa dhe peripeci pafund për ata. Të mendoni që në këto 4 vjet që janë ndryshuar gjyqtarët, gjykata u mbyll, administrativja kaloi në Tiranë, apeli kaloi në Tiranë, ne nuk po bëjmë një seancë në 4 vjet. Para 2 ditësh ka vdekur një kliente ime, janë ndodhur në Amerikë. Ajo ka ndruar 4 gjyqtarë dhe nuk është bërë një seancë. Avokati kundërshtar në gjykim nuk erdhi. Unë sot kisha një gjykim esencial ku vinte gjyqtari nga gjykata e Gjirokastrës, sepse është çështja e fundit që ka mbajtur në dorë. Gjyqtari ishte atje, ekspertët vjen nga Tirana. Bllokimi i rrugës Prenjes-Librash po sjell çdo ditë më shumë probleme në jetën sociale dhe ekonomike të Juglindjes. Rritja e fluksit të qarkullimit pas shembjes rrugës kombëtare në Dragostunj të Librazhdit ka detyruar institucione të forcojnë masat e sigurisë rrugore. Bashkia Librazhd në bashkëpunim me policinë e Elbasanit ka vendosur sinjalistik ndaluese për mjetet e tonazhit të rënd dhe autobusët mbi 40 pasagjerë, duke u ndaluar qarkullimin në akset rurale Spafar, rruga antike Ignatia, Dardh Hotolisht dhe në segmentin Dragostunj Hotolisht për të shmangur mbi ngarkesën e tyre. Monitorimi në terren po kryhet 24 orë, ndërsa autoriteti rrugor shqiptar ka shtuar sinjalistikën orientuese në aksin alternativ Elbasan, Gramsh, Lozhan, Maliq. Ndërkohë, segmenti i dëmtuar në arrat e Gurës është bllokuar plotësisht në një perimetër mbi 3 kilometra për të garantuar sigurinë dhe vijimin e punimeve. Receta e mjeshtrit italian Roberto Cavalli e sjell birrën Stella me një shije të re unike për tregun shqiptar. Produkti po ashtu vjen me një paketim ndryshe që e mbron dhe ruan birrën derisa ajo mbërrin tek konsumatori. Birra Stella rikthehet në një shije të re të rafinuar dhe identitet të forcuar falë recetës së mjeshtrit italian Roberto Cavalli. E prodhuar në fabrikën Stefani & Co, tashmë pjesë e Eurolab International Group, ajo vjen me standarde moderne dhe cilësi të ngritur në një epokë të re zhvillimi. Që prej vitit 1994, fabrika Stefani & Co ka qenë një nga pikat më të rëndësishme të prodhimit të birrës në Shqipëri. Në mars të vitit 2025, kompania ju bashkua Eurolab International Group, i vetmi grup shqiptar me përfaqësi në 10 shtete të rajonit. Një moment kyç që shënon fillimin e një transformimi të thellë teknologjik dhe cilësor.
Teknologjitë e reja dhe sistemet e kontrollit inteligjent ndërthurën traditën me inovacionin modern. Ne ruajtëm shtyllën kurrizore të stelës origjinale, por ndryshuam përzgjedhjen e lëndëve të para dhe të gjithë procesin e prodhimit. Konsumatori shqiptar është një person shumë krenar që dëshiron të ketë një birë që shpreh dëshirën për të qëndruar së bashku, për të shijuar jetën, për të kaluar një moment të bukur së bashku. Formula e re e zhvilluar nga mjeshtri italian i birës Roberto Cavalli ndryshon llojin e elbit të përdorur, ndërsa është investuar gjithashtu në paketim të ri. Paketimi i ri ka një objektiv shumë të rëndësishëm, i cili është mbrojtja e birrës gjatë kohës që është prodhuar deri në kohën kur do të shijohet nga konsumatori. Birra e re është më e plotë në shije fal fermentimit më të gjatë, kontrollit më të lartë të sheqernave të fermentueshme dhe alkoolit në volum 4.6%. Është një birë e vërtet, një birë që kur e provon dëshiron të pish një tjetër. Investimet e ardhshme do të rrisin kapacitetin dhe aftësinë e fabrikës për prodhimin e varieteteve të reja. Cavalli ka edhe një këshill për mënyrën se si birra duhet të konsumohet. Duhet ta servirni me një gish shkum sipër, duke mbajtur gjithmonë temperaturën konstante. Dhe mënyra më mirë për ta shijuar birrën tuaj të parë, qëndroni së bashku dhe shijoni një Stella. Që nga fundi i vitit 2025, birra e re Stella është prezantuar në çdo supermarket dhe në baret e preferuara të shqiptarëve. Cheers. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.